Në Universitetin Fanoli u zhvillua mini konferenca studentore në infermieri me temë sfida dhe perspektivat e infermierisë moderne, një aktiviteti organizuar nga Departamenti i Infermierisë në bashkëpunim me Urdhrin e Infermierëve të Shqipërisë. Kjo mini konferencë u mbajt në kuadër të Ditës Kombëtare të Mamisë dhe Ditës Kombëtare të Infermierit, duke sjellë në vëmendje rolin thelbësor të profesionistëve të kujdesit shëndetësor në shoqëri. Të gjithë studentët tanë, të cilët janë pjesë e kësaj mini konference, do të zbulojnë disa nga perspektivat dhe rolin e infermierit në ditët e sotme, duke kujdesur jo vetëm për aspektin fizik të pacientëve, por edhe atë psikologjik, emocional dhe gjithçka tjetër për të cilën ata kanë nevojë. Dhe një tjetër element i rëndësishëm është edhe roli i inteligjencës artificiale në ditët e sotme dhe përfshirja e saj bashkë me infermierët. Nga ana tjetër, zëvendës presidentja e Urdhrit të Infermierëve të Shqipërisë përcolli një mesazh inkurajues për profesionistët dhe studentët e rinj, duke theksuar rëndësinë e etikës, përgjegjësisë dhe krenarisë për këtë profesion jetik. Në kuadër të javës së infermierit, kam kënaqësinë t'ju them se ne po organizojmë disa aktivitete. Aktiviteti që organizohet sot është një konferencë në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave të Natyrës, ku do të shkëmbejnë eksperienca të ndryshme në auditor janë të pranishëm student, por dhe profesionist në shërbimin shëndetësor. Gjej rastin të falenderoj të gjithë profesionistët, gëzuar ditën ndërkombëtare të infermierit. Ju uroj suksese në këtë profesion dhe në këtë mision kaq të bukur për njerëzimin. Në këtë konferencë referuan studentë të programit i infermierisë, të cilët prezantuan punimet e tyre mbi çështje bashkëkohore të fushës, duke dëshmuar përgatitjen dhe angazhimin e brezit të ri drejt zhvillimit të mëtejshëm të këtij profesioni.